Kryeministri Edi Rama në podcastin e tij Flasim dha detaje të reja për dy investime madhore në energjetik, siç është furnizimi me gaz të lëngshëm natyror të Shqipërisë në partneritet të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe prodhimin e mjeteve detare në Pashaliman. Shqipëria do të furnizohet me gazin e lëngshëm amerikan për një periudhë 20 vjeçare dhe përmes Tecit Vlorës do të prodhoj energji elektrike duke krijuar një bazë të qëndrueshme për portofolin e diversifikuar të sovranitetit të saj energjetik. Vlora do të kthehet kësaj në një nyje të rëndësishme, qoftë për shfrytëzimin, po qoftë edhe për eksportin e gazit përmes TAP-it, sepse pjesë e kësaj marrëveshje është investimi për lidhjen me tubacion të Vlorës me Fierin ku ndodhet dhe gazsjellsi Trans-Adriatik. Nisjen e prodhimit të mjeteve detare në Pashaliman në bashkëpunim me një kompani italiane, kryeministri e komentoi si një mundësi të re punësimi për qytetarët e Vlorës. Firmosëm marrëveshjen mes kompanisë italiane Fincantieri, një nga emrat e mëdhenj të ekselencës industriale europiane, dhe kompanisë Son Publike Caio për prodhimin e mjeteve detare në Shqipëri, në kantierin e Pashalimanit, qoftë në funksion të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, qoftë edhe për forcat aleate. Ky nuk është vetëm një investim i ri dhe shumë i konsiderueshëm, por është edhe një front i ri punësimi me rreth 400 vende të reja pune të mirë paguara në fazën e parë,